Majtë e dhjashtë, në kuptimin ideologjik, se unë dëgjoj shumë analistë që flasin për demokraci liberale, për ekonomi e tjerë, në Shqipëri, gjithë procesi është i lidhur posaçërisht me nevojën e brendshme të vendit. Dhe duhet thënë, tashmë nuk kemi fushat elektorale dhe të vërtetë duhet të themi ashtu siç është. Pikërisht për këtë I vetmi person i cili praktikisht ka ndërtu politika zhvillimi në Shqipëri quhet Edi Rama. Politika zhvillimi. Sepse dhe të ndërtosh një klasë oligarkike të pasur në një vend, kjo është strategji. Një vend nuk e zhvillon dot fshatari, duam apo nuk duam ne. Një vend e zhvillon dhe jep trend zhvillimi gjithmonë ai person i cili posedon të ardhurat. Dhe duhet të dallojmë një gjë, sepse shpesh ka një debat të madh që parja është parë pisë në Shqipëri dhe administrimi i saj dhe tjerë janë pista. Akoma në Shqipëri nuk po futet perceptimi dhe koncepti i qartë. Nuk mjafton të kesh parë. Në qovë se qytetarë i Shqipërisë do dalë në Republikën e Shqipërisë do shohësh që bizneset të cilat janë progresiste dhe janë të suksesshme nuk e kanë kyçin e suksesit të tyre tek paraja, që natyrisht është domosdoshme ata mund ta marrësh edhe bank. Dhe perëndimi këtë koncept ka. Po e ka tek menaxhimi. Kapaciteti menaxherial është ai i cili të bën biznesmen, kapaciteti managerial është ai që të bën dhe oligark, nëse do dim. Ne kapim shumë firma ndërtimi në Shqipëri të cilat tashmë e kanë kapërcyer për masën e tyre. Por në qoftë se unë që i analizoj në themel dhe bëj analiza teknike tashmë të këtyre firmave, para 10 vjetësh, 15 vjetësh, mund të debatoja me këdo dhe të thoja që janë mediokër këto firma ndërtimi. Sepse në krye të tyre kanë shofer, në krye të tyre kanë fatorinë, në krye të tyre kanë persona të cilët nuk kanë arsimin e nevojshëm për të menaxhuar skema ndërtimi. Nëse sot futesh në brendësi të tyre, do shohësh që ata kanë ndërtuar një infrastrukturë menaxhimi, qoftë inxhierike, qoftë menaxhimi të procesit të përkryer dhe më tepër se modern. Dhe falë kësaj strukture, ata janë në gjendje të menaxhojnë në mënyrë më optimale dhe në mënyrë më racionale lekët që disponojnë. Nuk më intereson më nga vjen leku. Unë jam partizan i kësaj, nuk më intereson fare. Mua më intereson zotëri që ti në aktivitet që do bësh në Shqipëri ti jesh brenda kornizave ligjore dhe shteti të mbajë brenda kornizave ligjore të tia. Që ti të marrësh përsipër gjithë detyrimet, po ju duhet dini një gjë. Unë nuk është sekret ta them tani, po pjesa dërmuese të firmave ndërtimit i menaxhojnë në planin e diligjencës, në planin e marrëdhënies që ata bëjnë me lekun dhe me shtetin. Dhe kuptojnë që tashmë biznesi i fuqishëm në Shqipëri është shumë më i interesuar që të zbardhë të gjithë procesin e tij financiar dhe aktivitetin. Është i interesuar vetë ai. Sepse kanë arritur një përmas të tillë ku kanë të nevojshme ta zbardhin dhe kanë arritur një komoditet në marrëdhënie me të ardhurat dhe me progresin e tyre që nuk i intereson të kenë probleme me shtetin. Dhe janë futur në këtë logjikë. Tani, u futa kaq thellë për të thënë që i vetmi deri më sot i cili ka ndërtuar skema të tilla është praktikisht ai i cili e prodhoi këtë skemë, e cila po prodhon elementet e para të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të orientuar qartë